Në dokumentacion ai përmendet si vendbanim në Principatën e Muzakajve, qysh në shekullin e 15, por dokumenti më i rëndësishëm është ai që Vithkuqi ka qenë vendbanim qysh në shekullin e 12. Dhe në këtë kohë është ndërtuar dhe e para kish në Vithkuq, ajo e Shën Thanasit, e cila daton në vitin 1162. Regjistrimi I parë kadastral 1568-1570 jep të dhëna që Vithkuqi ka pasur një popullsi të dendur me 344 familje të krishtera. Ndërkohë, ka ekzistuar një shkollë sipas të dhënave të barazvlefshme me atë të Voskopojës. Vithkuqi ka pësuar 3 prishje, në vitin 1781, 1819, 1823. Këto prishje e shkatruan Vithkuqin e Katandisën në 13 lagje. E më vonë ai e mori sërish veten. Si një fshat I madh ai u shfaq me 150 shtëpi që vazhdon të ketë 3 lagje si dikur dhe në ditët e sotme. Kultura dhe tradita e këtij fshati janë të pamata. Pesha dhe rëndësia e një vendi nuk është vetëm në bukuritë e tij natyrore, por më tepër nga njerëzit, nga shkalla e zhvillimit të tyre, nga historia, nga kultura, nga tradita e trashëguar ndër shekuj. Vithkuqi ka pasur burra me peshë, patriot, si Evstrat Vithkuqari, Kost Cepi, Spiro Dine, që kanë bërë jo vetëm vend në vendin e tyre, po gjithë kombit I kanë bërë nder. Padyshim figura më e ndritur e këtij vendi është Naum Vithkuqari, Naum Veqilharxhi, rilindasi I parë, krijuesi I abetaris të parë shqipe. Veshjet karakteristike tradicionale të burrave dhe të grave kanë qenë shumë të bukura. Gratë Vithkuqare punojnë shumë bukur me fines leshin, prej të cilave shërbejnë për të bërë qilima e velenza. Mikpritja, bujaria, ngrohtësia dhe atmosfera Vithkuqare janë kryesore për ne. Vizita në këtë fshat mund të konsiderohet si më nga mbreslënce, teksa një bukuri e virgjër gjendet në çdo rrethin të tij. Në Vithkuq mund të zgjedhësh të hecësh në rrugica gjerberuse, të shijosh mrekullinë e pazakontë të natyrës, bukuritë e lidhur ngushtë me trashëgiminë kulturore dhe historike të fshatit. Shumëllëshmëria e peizazheve historike kulturore I japin këtij identitet të veçantë Vithkuqit tonë. Për nga rëndësia ai rreshtohet në fshatrat më të bukur të Korçës, për krahasuar me Dardën dhe Voskopojën. Pjesa më e rëndësishme e zhvillimit të turizmit të Vithkuqit është tesari historik që ndodhet në këtë fshat, I cili nuk është I pakët. Fillon nga antikiteti dhe vazhdon deri në ditët tona. Në Vithkuq kemi shumë monumente kulturore.
ngjarje, figura historike që I kalojnë për masat e një fshati. Ndërto mund të përmendim kishën e Shën Pjetrit, Shën Hillit, Shën Gjergjit, Shën Mëris, Shën Kollit dhe shumë të tjera. Përveç klimës të freskët, dukurive natyrore, një tjetër atraksion për turistët është uji I ftohtë, I cili gjendet të paktën në 100 kroje. kanë qenë shumë të vyera në historikun kombëtar. S'ka si të thonë ndryshe, pa përmendur kryemësuesin e kombit tonë, atë që themeloi alfabetin shqip, patriotin dhe iluministin e shquar, ideologun e parë të periudhës së rilindjes, Naum Panajot Bredi, Vithkuqari. Lindur në lagjen Bredas të Vithkuqit, emrin e të cilit e mban sot shkolla nëntëvjeçare e fshatit Vithkuq dhe shumë shkolla dhe institucione të tjera në mbar vendin. Iftari I Vithkuqarit, guri çmuar në gjerdanin e arsimit të kulturës kombëtare. Veçil Harxhi është një nga organizatorët e arsimit kombëtar me tekstet e tij, I pari dëshmori I rilindjes kombëtare. Sa vjet I madhi Zotë më fal, I kam për të punuar në vendin tim, për gjuhën tonë. Ishte kjo fenja e dal nga goja e Veçil Harxhit, që nxjerr më së miri në pa, dashurin pa kushte për vendlindjen. Spiro Dine, lindi në Vithkuq të vitit 1844 dhe vdiq në Misir në vitin 1922. Folkloristi I parë në rang kombëtar dhe me veprën e tij poetike Valët e Detit, la një pasuri të vyer për brezat. Arsimimi I vithkuqarëve, që përben dhe fillesat jo zyrtare të shkollimit të tyre, I referohet të marrit mësim në kishat dhe manastiret, ku klerik dhe njerëz të shquar të zonës
kishin filluar të shpërndanin vajzave dhe djemve vidhkuqar njohuri për gjuhën shqipe, në të shkruar, të lexuar dhe më gjerë se kaq. Këto, sigurisht, në presionin e dallëve të kohës. Plejada e mësuesve vidhkuqar fillon me Sava Jeronimaku, Efstrat vidhkuqari Jani Strati, Konstantin Cepi dhe vazhdojnë me breza të tjerë, duke përmendur Naum, Nuçi Priftin, Kostë Kostën, Petraq Kostën e të tjerë. Vargu i pamatur i mësuesve që kanë dalë nga ky fshat deri në vitin 2000 është rreth 100 arsimtar të specialiteteve të ndryshme, që kanë shërbyer me kontributin e tyre arsimdhënës në të gjithë Shqipërinë. Nuk do të harronim e të kujtonim, të përmendnim me respekt të thellë emrat e mësuesve vidhkuqar, të cilët nuk jetojnë më, por kontributi i tyre në shkollimin e brezave ka qenë i jashtëzakonshëm. Respekt pafund për mësuesit. Mina Prifti, Thoma Kondi, Thana Strati, Qiriako Grabocka, Lefter Bendo, disa nga të cilët drejtues shumë të aftë në drejtimin e shkollës së Vidhkuqit. Një duartrokitje të madhe për të gjithë. Shumë me banimeve të tjera në rajon. Kjo dëshmon nga një tempull i krishterë që shtrihen në gjithë hapësirën e këtij vendi dhe përkthej kësaj, duke pasqyruar një traditë të thellë fetare që ka formëzuar shpirtin e komunitetit të tij në shekuj. Monumenti më i vjetër i njohur në këtë trashëgimi është kisha e Shën Thanasit, një tempull madhështor që daton rreth viteve 1162. Kjo kishë, për fat keq, u shkatërrua gjatë luftës së dytë botërore, duke humbur një element të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore dhe historike të Vidhkuqit. Pavarësisht kësaj humbi, Vidhkuqi ruan thesare të tjera të vyra. Një nga këto është një ikonë e jashtëzakonshme që ndodhet sot në Muzeun e Artit Mesjetar në kishën Shëngjergji, e cila daton në shekullin e 14. Kjo ikonë paraqitet jo vetëm i vepër arti, por një dëshmi e rëndësishme për përkushtimin shpirtëror dhe artistik të komunitetit krishterë të Vidhkuqit. Me kalimin e kohës, Vidhkuqi u zhvillua në një qytet i mirë organizuar, i cili përbehej nga disa lagje, dhe secila prej lagjeve kishte një kishë të vetë, duke u bërë kështu një qendër e rëndësishme kishtare dhe shpirtërore për rajonin. Kisha e Ungjillëzimit, një nga më të rëndësishme në këtë zonë,
Është e njohur me arkitekturën e saj piktoreske në historinë e saj të gjatë, e cila daton në shekullin e 17. Kjo kishë ka shërbyer si qendër shpirtërore e lagjes Tatas, duke mbajtur një rol thelbësor në jetën fetare të komunitetit, por paraqitet në një strukturë të veçantë dhe mbretërelanse është e kisha e Shënmërisë, e cila daton në periudhën 1670-1679. Kjo kishë paraqet një strukturë të veçantë arkitekturore fetare në Shqipëri, në një formë, një nefshe, me një kupol të rrallë prej llojit të saj, që e bën atë një monument të parakrahasuar në kohën e vet. Ndërkohë, kisha e kryengjeve Mikhaile Gabril është një tjetër pasuri arkitekturore e Vithkuqit. Ndërtimi i saj fillon rreth viteve 1682 dhe përfundon në vitin 1728, duke u kthyer në një monument madhështor trashëgimisë shpirtërore të këtij vendi. Kisha e Shëngjergjit ishte e përket shekullit 18, vazhdoi më tej në një qendër kultur komuniteti, ndërsa kisha e Argjendve, e cila është përkushtuar shenjtorit Kozma e Damian, u ndërtua në vitin 1735 dhe mbetet një tjetër vlerë e lavdishme trashëgimisë së Vithkuqit. Një monument për të spikatur me rëndësishme me historinë shpirtërore të Vithkuqit është manastiri i Apostujve të Shenjtë Pjetër dhe Pavël. Ky manastir fillon ndërtimin në vitin 1709 dhe përfundon në vitin 1764, duke qenë një qëndrim, një dëshmi e qartë e përkushtimit të besimit të thellë të banorëve të këtij vendi. Përveç këtyre, duhet përmendim se kishën e Shën Konstantinit dhe Elenit, kishën dhe profitit Ilie, kishën e Joan Theologut, kishën e Shëminajit, kishën e Pandelimonit dhe shumë të tjera që japin Vithkuqit epitetin e një qendre të rëndësishme fetare dhe kulturore. Për të përmbyllur me këtë mozaik të pasurisë shpirtërore të kulturore të Vithkuqit, është një vend lindje e martirit të ri Nikodimit, i cili ishte biri këtij vendi të shenjtë. Ky shenjtor, i cili është i ngushtë me Vithkuqit, ka lënë një trashëgimi të rëndësishme në historinë e kishtrimit shqiptar, por nuk është vetëm Nikodimi që lidhet me këtë vend dhe shenjtor. Një tjetër shenjtor i rëndësishëm lidhet me këtë vend edhe Shën Jakobi, një figurë që i përket periudhës më të hershme. Shën Jakobi ishte nga zona e Vithkuqit dhe u formua shpishtrisht në drejtimin e Shën Nifonit, vëllait të heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Të gjithë në këtë moment, ikona dhe figura shpirtërore të shenjtore japin dëshmi të qartë rëndësishme të Vithkuqit në historinë e kishtrimit në Shqipëri. Dhe më gjerë, ky vend i cili njerëz të urtë, bujar me përkushtim të thellë shpirtëror, mbetet një nga qendrat më të shquara të trashëgimisë tonë kulturore. Vithkuqi, toka e shenjtorëve dhe e kishave përfason një thestar të pashtershëm të jetës shpirtërore dhe kulturore, duke dhënë atij një vend deri në historinë e vendit tonë.
Më ndodh shpeshherë që thonë, mos e ju vitkuqarët nuk bëni, nuk festoni, nuk ashtu. Sot nga këtu ju jap mesazhin më të mirë. Vitkuqarët bëjnë, din të bëjnë dhe janë fantastik. Për ata që s'kan sy të shohin, për ata që s'kan vesh të dëgjojnë. Gëzuar të gjithëve. Si shumë fshatar të tjerë, jam larguar pas viteve 90 në emigracion. Pjesa dërmuese më njohin shumë mirë. Për një të ardhme më të mirë. Në vitin në Greqi pata përvoja, eksperjenca të ndryshme në punë, por mësova edhe një gjuhë të re. Kjo ishte diçka jashtë të gjithave, sepse të mësosh gjuhën i detyruar, i imponuar, është diçka e veçantë. Ndoshta kështu e mendova unë. Në vitin 2011 mendova të kthehen. Para se të kthehesha e ndjeja dhe kisha një poshllak shumë të madh në veten time. Më mundonte shumë kultura e vendit tim. Më mungonte aroma e bukës nënës dhe vendosa në vitin 2011 që të kthehem. Kur u ktheva, pata vështirësi, pavarësisht se shoqëria kishte evoluar, ishte tjetër shoqëri më dinamike, më e kulturuar. Duke u bazuar nga përvoja, ime dua t'ju them të gjithëve që ndërtojnë të ardhme më të mirë, mos harroni vendlinjen tuaj. Vendin e origjinës. Shqipëria, Vitkuqi, është një vend shumë i bukur, me histori të lashtë, të pasur, gjithashtu me njerëz me zemër shumë të madhe. Vitkuqi ka një potencial të madh dhe më së tepër me një klimë i pasuri natyrore të veçantë, shumë të pasur. Një shprehje i vitkuqari e ka thotë, Arti thotë, ne vitkuqarët kemi karaktere tipa pak të vështirë, po nëse është e mundur që dy vitkuqarë të bëjnë bashkë, bëjnë çuditëra. Dhe sot ne kemi bërë shumë dhe kemi bërë një çudi shumë të madhe këtu, një festë shumë të bukur. Nëse referohemi memorjes historisë sa i përket emigracionit, duhet të sjellim në vëmendje vitkuqarët që kanë ndër vitet të parë që kanë emigruar në Amerikë, Rumani dhe Australi, rreth viteve të largëta. Kjo për arsye të jetës së vështirë ekonomike që kaluan ato vite të ndryshme, që ata kryonin në vendet e tyre. Mund të themi se çdo familje vitkuqare kishte nga një ose shumë familjar në emigracion, të cilët sollën në Vitkuq jo vetëm të ardhura financiare, por edhe për të përmirësuar jetesën e familjeve të tyre, si dhe një pjesë kulturës të vendeve të tyre ku ata emigruan. Duhet të përmendim që ky komunitet emigrantësh vitkuqar ka luajtur një rol të rëndësishëm për sa i përket vlerave adetare dhe kulturore, që nga familja Naum Veqilargjit, emigrant në Rumani, për kontributin e tij në rilinjen kombëtare dhe alfabetin shqipfolës, por edhe atë të komunitetit të emigrantëve të Amerikë, të cilët kanë organizuar shoqatën bashkimi Vllazëria Vitkuqare. Kanë dhënë një ndihmës të madhe në ndërtime të ndryshme në fshat, si shtëpi, kisha, ura, çezma, gjithashtu kanë ndihmuar edhe familjet e varfra të Vitkuqit në fatkeqësi apo gëzime, gjë e cila tregon shumë për humanizmin dhe atë dashurinë vitkuqare. Edhe në kohën pas viteve 90, si kudo në Shqipëri, edhe nga fshati Vitkuq u larguan emigracion në numër konsiderueshëm emigrantësh, disa në Amerikë me bashkim familjar, apo dhe me një numër të madh llogari amerikane, por edhe në vende të tjera, si në Greqi fillimisht, më pas Gjermani, Itali, Zvicër e të tjera. Mendojmë se jo nga dëshira për ta lënë këtë fshat të mrekullueshëm, por nga nevojat ekonomike, si kudo në Shqipëri, u detyruan që shumë vajza e dim të rinj, por edhe të moshuar të largohen nga fshati, e të emigrojnë jashtë vendit. Kudo ku kanë shkuar, kanë punuar me përkushtim, saqë një pjesë e madhe e këtyre emigrantëve kanë bërë ekonomi të madhe dhe kanë ngritur në shkallë karrierën e tyre në fusha të ndryshme, dhe kanë bërë krenar të gjithëve dhe gjithashtu ndihmojnë familjet e tyre në Vitkuq. Përveç kësaj, ky komunitet emigrantësh kanë dhënë një kontribut të vlerësuar në mbështetjen e ndërtimit të kishave të fshatit tonë. Kjo tregon për shpirtin humanitar të vitkuqarëve të shprehur aq bukur nga humoristi i shquar Thoma Turtulli. Disa prej emigrantëve janë rikthyer për të vazhduar jetën në fshat, por japin edhe mesazhin që edhe në këtë vend mund të jetohet mirë dhe mund mos e praktisin atë, por ta zhvillojmë duke kthyer në një fshat turistik vizitueshëm
dhe të jetueshëm, gjë që i shërbejnë dhe aktivitetit si ky i sotmi për aktivitetet tjera. Dua të theksoj një diçka të veçantë. Fshati jon ka një kimi ndryshe, besoj unë, nga fshatrat e tjerë. Nga viti në vit këtu bien shumë llotari amerikane. Për vit. Dhe në Amerikë është një vit-kuqar që nuk duket në rrjetet sociale, aty ka shumë, po një vit-kuqar që njoh unë. Dhe nëse dikujt i ka rënë ose i bie llotaria, mos ket merak, sepse atje është një njeri që i pret buzull orientimi i vit-kuqarëve, Kledi Stavrikita, i cili nuk duket siç thasha shumë, por ka dhënë një kontribut shumë të madh për vit-kuqarët që janë atje. Sigurisht që ka shumë për të përmendur, po përmend edhe Ferdinand Dunin, Maxi Dunin, që ka investuar në kishën e Shën Pandelimonit, e shumë të tjerë. Kalojmë nga emigracioni, kthehemi në vend. Duhet bëjmë falënderim për të ardhurit e sotëm, për dy zëvendësministrat, zotin Arjani Opullari dhe zotin Dhimo Kote, si t'i falenderoj me gjithë zemër. Ju falenderoj dhe juve të gjithëve dhe festë të mbarë. Hipnim në tohanin, mbushnim dhe shamit. Po kur vin të vjeshta, arat nuk mbaronin. Xhepat mbushnim plot, hanim edhe dhuronim. Në vit-kuq fruta nuk shiste njeri, se thanat dhe kumllat i nxirrnim rakit. Uji i kristal të sa dilte nga deri, akull i ftohtë si nga frigoriferi. Në endër i shohim ashtu të malluar, bukuritë tua që s'kan të mbaruar. Ty nuk të harrojmë, kudo që të vemi, sepse emrin vit-kuqar të gjithë nga pas e kemi. Σαμιώτησα, πότε τα πας στη Σάμο. Σαμιώτησα,
αποφασίσαμε θα καταλήξω στο γυαλό Σαμιώτησα για να έρθω να σε πάρω θα καταλήξω στο γυαλό Σαμιώτησα για να έρθω να σε πάρω Σαμιώτησα με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια Σαμιώτησα με τις ελιές και με τα μαύρα μάτια Μου κάνες την καρδούλα μου Σαμιώτησα 42 κομμάτια Μου κάνες την καρδούλα μου Σαμιώτησα 42 κομμάτια Σαμιώτησα ο έρωτας δεν τελεί παρακαλιά Σαμιώτησα ο έρωτας δεν τελεί παρακαλιά Είναι κι αλλού πορτοκαλιές Σαμιώτησα που κάνουν πορτοκάλια Είναι κι αλλού πορτοκαλιές Σαμιώτησα που κάνουν πορτοκάλια Σ' αγαπώ και με τα λερωμένα και με τα μαύρα σ' αγαπώ και με τα λερωμένα και με τα ρούχα της δουλειάς Σαμιώτησα τρελαίνομαι για σένα και με τα ρούχα της δουλειάς Σαμιώτησα τρελαίνομαι για σένα Sot jam më i lumtur se kur. Janë prezent miqtë dhe shokët e mi më të mirë, plus ditkuqarëve, të cilët i falenderoj shumë. Kjo fest ose kjo ceremoni u inicua nga Altini. Njësia administratore e Vitkuqit, të cilën e falenderoj me gjithë shpirt. Por, punoj një grup shumë i madh edhe i palodhur për të realizuar gjithë këtë skenar, këto prova dhe këto organizim. Të gjithë e dini se sa e vështirë është të organizosh dy njerëz. Gjithë grupin e falenderojnë në mënyrë të veçantë. Një falenderim shumë special është për Minuel Çollaku, i cili ka bërë të mundur mbledhjen e historisë, ka bërë të mundur dizenjimin e gjithë këtyre tabelave, hartave dhe posterave të ndryshëm që janë bërë për Vitkuqin. Për ne është një thesar i cili duhet të vihet në punë dhe shqyr që ka dashurinë për ta bërë këtë punë. Gjithashtu pjesëmarrës të organizimit këtij eventi janë dy shoqatat që e kanë qendrën Vitkuq. Një është Vllazëria Vitkuqare, të cilët i falenderoj shumë, dhe tjetra është shoqata patriotike kulturore Naum Veqilargji me kryetare Vjolca Ibron, Rapo, mbi emri i vet, të cilën duhet ta falenderoj sepse kanë ndryshuar dhe po përpiqen që gjithë të vijnë në punë. Dua të them që sot duhet të jetë fillimi
duhet jetë fillimi. Megjithse fillimi i mbledhjes dhe organizimit për të bërë Vithkuqin dhe për ta vendosur atje ku e meriton, kanë filluar viten parë. Shumë njerëz nga Amerika filluan të bëjnë kishat, investojnë kishat, disa të tjerë investuan në drejtime të tjera. Sot po bëjmë një ceremoni të cilën e bëjmë pa mbështetjen e askujt. Jemi të vetëm, nuk na mbështet askush. Secili ka në dorë të vërë sado një gur sado të vogël për ta bërë këtë fshat dhe për ta ngritur atje ku ai e meriton. Unë jam i pari, ju them me sinqeritet. Nuk më ngele gjë tjetër, veç t'ju falenderoj, t'ju uroj, t'ja kaloni sa më bukur dhe ashtu sikurse kam dëshirë edhe koha t'ju shoqëroj që ta shijoni vërtet bukurinë e Vithkuqit. Ju faleminderit. Në qoftë se më thëshin ta fillonja jetën nga e para, përsëri këtu në Vithkuq, si banore dhe si kuadër i fshatit. Dhe jam krenare që jam dhe që kam punuar për këtë fshat. Ju përshëndes të gjithëve dhe faleminderit, se të gjitha të kam. Falenderojmë ne ty që kemi shumë të shtrenjtë. Unë jam një kretari një shoqate e formuar në Amerikë nga Vithkuqar. Edhe ne formuam dhe në Vithkuq. Po nuk ka rëndësi kjo. Vithkuqja është tari një shoqat, një bukurie e madhe. Rrofshi qofshi dhe kësofshi për të rjetë o Zotë. Dhe sidomos është kënaqësi shumë e madhe të përshëndes në emër të shoqatës kulturore patriotike në Veshil Harxhi. 2 vjet më parë kur më ftuan të isha pjesë e kësaj shoqate, sigurisht u ndjeva shumë e lumtur, për arsye se unë e njoh në rrënjë Vithkuqin. Sigurisht nuk kam lindur në Vithkuq, por në Vithkuq kanë lindur babai, hallat e mia, gjyshrit, stërgjyshrit e mi, 7 breza, nga Rapot, nga Dunët, nga Shoret,
Vithkuqin e njoh me pëllëm që e vogël kur vija në Saraq, dhe shkonim në Miquq, kur vija në Dukas tek shtëpia ku tani Evelina në nderon që vazhdon të jetoj në shtëpinë e babait tim, kur shkonim në Makërs me dëshirën shumë të madhe për të parë lapidarin e brigadës Farsën Musa, kërkonim të shikonim ku buronte Osumi dhe hidrocentrali i parë në Republikë, që është Vithkuqi. Pra, gjitha këto e kanë bërë Vithkuqin shumë të shtrenjtë në zemrën time, në të gjithë brezit tim, ose të mirë të them të vithkuqarve që nuk jetojnë Vithkuq, për janë jashtë Vithkuqit. Baba im ka pas një merak shumë të madh. Duke u rritur në qytete të ndryshme, mendonte se dashuria për Vithkuqin na ishte zbehur. Dhe shpeshherë na thoshte: fjala patriotizëm është një fjalë e madhe, por në fakt ti je patriot do të thotë të duash një gur, një lëndin, një pemë, një krua nga vendi ku i ke rënjët. Dhe këtë fjalë unë nuk e harroj, pra ne i kemi rënjët nga Vithkuqi, prandaj do t'i ndjehemi gjithmonë të tillë. Falenderoj Altinin në radhë të parë që mori këtë misën. Falenderoj që na nderuan me pjesëmarrje dy zëvendësministrat e bujqësisë, zotin me radhë të dy, dhe padyshim që ju falenderoj të gjithë ju që jeni të pranishëm. Kam një thirrje në fakt në emër të shoqatës, të cilën e krijoi 30 vite më parë një bie denja juaja, Tatjana Kurtiqi, dhe tashmë ne përpiqemi të bëjmë sa të mundemi më shumë për Vithkuqin dhe për shoqatën përgjithësi. Kam një thirrje dhe thirrja është kjo. Në fakt është një fjalë që e ka thënë Nën Tereza. Le të bëjmë të gjithë çdo ditë një gjë të vogël, por me dashuri të madhe për Vithkuqin. Faleminderit. Miq dhe të ftuar. Ndër të kontributet e shumta, është dhe kontributi i ushtarakëve që në kohë të hershme dhe deri në ditët e sotme. Traditat e fshatit Vithkuq, të zonës rreth tij, nuk janë vetëm në zejtari, tregëti, lektori, bujqësi, arsi dhe kulturë, por edhe në ruajtjen dhe mbrojtjen e territorit, të fshatit, të zonës dhe të atë udhëtor. Sipas të dhenave, kapetanët vithkuqar kanë shërbyer në një sikl ushtarake të gjitha etapave të historisë, mjaft të trazuar të Vithkuqit dhe të vendit tonë. I shkatëruar disa herë për shkak të luftrave me armiq të jashtëm dhe të brendshëm, apo për shkaqe natyrore, vithkuqarët kanë ditur të mbijetojnë duke ruajtur të paprekur gjuhën, zakonet, traditat, fenë, falë shpirtit dhe vendosmërisë, ndjenjave të fuqishme patriotike. Në kthesat e mëdha të historisë, në luftrat botërore, para dhe pas shpalljes së pavarësisë, vithkuqarët kanë qenë pjesë aktive e tyre. Ndriçon rilindasi ynë i madhi Naum Brevi Beqlargji, por edhe babai i tij Panajot Brevi si pjesëtar për mbrojtjen e fshatit. Gjithashtu edhe gjatë luftës nacional çlirimtare, kontributi i fshatit tonë ka qenë mjaft i madh. Ka qenë një nga bazat më të rëndësishme të luftës. Dhe nga fshati ynë ka dhënë jetën në këto luftë Konstantina Gace, Llaçi Kita, Kristaq Prifti, Irakli Graboska, Pandi Kreku, Thanas Mërtiri, Vangjo Strati. Gjithashtu ka spikatur gjatë kësaj lufte i lavdishmi Nasi Vithkuqi, që quheshe Thanas Prifti, i cili ishte komandanti i qetës së parë, komandanti i batalionit Tomor, dhe për vendosmërinë, trimërinë e tij u bë edhe komandant i një brigade të luftës nacionale çlirimtare. Pra, kontributi para luftës ka qenë i madh, por edhe në çliri nga fshati Vithkuq nga fshati Vithkuq ka dalë një armatë e tërë me kuadro. Ju bëj me dije që janë 81 oficerë që kanë shërbyer në ushtrim shqiptare. Dhe gjithashtu për vendosmërinë, këmbguljen e tyre në punë, 10 janë komandant brigadash. Pra, kontributi i bijve të këtij fshati ka qenë në arsi, në sport, në kulturë, në tradita edhe gjithandej. Ju përgëzoj që keni ardhur këtu dhe unë jam një ndër ata që vi vazhdimisht
kënaqem dhe si tha zonja, më pëlqen të vetë edhe në lumë, dhe në malë, në vedhë dhe qaj, edhe kështu me radhë. Të gjithë të bashkohemi dorë për dore dhe t'i japim një shtytje më të madhe, si që u bashkuan ata stërgjyshni tanë, që shkuan deri në Amerikë, ne tash shpirë më përpara Vitkuqit. Mos rrimë kështu. Si mai potë doli në Amerika, e bukur si mai potë doli në Amerika, la vetë kunde qoja të këmë fustani, la vetë kunde qoja të këmë fustani. Mjekere vaja me mëj kushë në ratë, o mjekre në vaja me mëj kushën ratë, Zoti të shpëtoft të mëj nga syri dynjas, o Zoti të shpëtoft të mëj nga syri dynjas. Ne këto lishka të ndë mëj ben fole, Zokone këto lishka të ndë mëj ben fole, ky zoku. Se daja jote mëj qeli për si loku, nga se daja jote mëj qeli për si loku. Ne këto lishka të ndë mëj ben fole, bilbilione. Këto lishka të ndë mëj ben fole, bilbili. Se daja jote mëj qeli trënda pili, nga se daja jote mëj qeli trënda pili. Në pengjere të mëj të shkon të një djallë, në pengjere të mëj të shkon të një djallë, i të vi brenda mëj ti të më një ty djallë, i të vi brenda mëj ti të më një ty djallë, ti të më një ty djallë mër mua të më marë, ti të më një ty djallë mër mua të më marë. Zotin Koço Gjilo, në ndërtimin nga themelet të kishës së Shënkollit, ju lutem më shoqëroni me duar trokitje. Falenderoj Maksi Dunin, të birin Ilia Duni për ndërtimin e kishës të Pandelimonit. Falenderoj Ziko Anxharën, të birin Dimitraq Anxhara për ndërtimin e murit rrethues dhe portës hyre të kishës së Shëngjezhit. Falenderoj Janal Shiricin, investime në kishën Evangelizmoj. Falenderoj Petrika Kuqali në ndërtimin e kornizës së Shëmpjetrit. Falenderoj Thanas Anxharën në ndërtimin e kornizmës së Shën Thanasit. Faleminderit Valentina Prifti për investimin në kishën e Shërminajit. Faleminderit Marcel Kovaci në ndërtimin e çezmës së Shërminit. Shumë pjesë për ndonjë që edhe mund ta kem haruar dhe mund të mos ja kem përmendur emrin. Faleminderit për kontributin. Faleminderit sot edhe për disa vithkuqar që kanë marrë me vete ca të tjerë që nuk janë vithkuqar, por ndihen si të tillë. Bravo.
qenë që në viteve para që janë krijuar grupet artistike. Dhe jam në një moshë të madhe, zemrën e kam të madhe të plakur, po vetë janë në zemrë të re. Prap janë në grupet artistike që vetë të ndihmojnë në provat e tyre në ato japë kontributin tim të mësoj ato me në gjithë fuqin time. Faleminderit të gjithëve. Anda, Koçua më ftoi sot që të vi në këtë ditë në festë të Vitkuq. Emri Vitkuqit është krenari jo për ju, është krenari për gjithë Shqipërinë. Unë është hera e dytë që vi në Vitkuq. Herën e parë kam shkuar dhe në Shtyllas sepse shërbej një pozicion si zëvendës ministri i bujqësisë, duke qenë agronom vetë. Jam takuar me shumë lektorë atje për problemet që kanë, por Arjanin, jam bashkë me Arjanin, ku që e keni djalin tuaj që është nga Koça, që është da i zëvendës ministër. Sot me gjithmonë ndjehem shumë mirë, po dy gjëra do t'ju them. Unë nga një fshat i thjesht, ku mere me bujqësi, me dini me prodhimin e agrumeve atje, manderinave, jam fermer dhe vetë, por Vitkuqi ka një emër dhe një histori shumë të madhe dhe ju keni një përgjegjësi shumë të madhe. Keni një përgjegjësi sepse duhet që Vitkuqi me atë histori që ka patur jeni të dënuar që të bashkoheni që Vitkuqi të marri po atë vlerësim që i ka takuar. Por do thoni ju, ti pse erdhe këtu, edhe si zëvendës ministër, a edhe si Dhimo. Ratë pare era si Dhimo një, si Dimitër, se ne Dimitri të themi dhe Dhimo andej. Ashtu. Atere, unë tu sot ndihem si në fshatin tim, sepse janë zakonet, tradita, të gjitha gjërat njësoj. Mendoj që e keni filluar mirë këtë punë me kishat, sepse ajo është historia që tregon gjithë periudhën që ka kaluar Vitkuqi. Por erdha në kuptimin sepse duhet të bëjmë pjesë që të kontriboj, se ndihem krenar, në qoftë se do të kontriboj për Vitkuqin, se po kontribova për Vitkuqin, kam kontribuar për Shqipërinë. Vitkuqi tani është ora e kthesës. Dhe me gjithmonë është një moment shumë i përshtatshëm që unë sot këtë farë të mirë, këtë histori të mirë, do ta përcjell në institucionet më të rëndësishme të qeverisë shqiptare. Dhe kam ardhur këtu të marrë dhe në një detyrë për sa i përket me gjithë Arjanin, lektorisë, bujqësisë dhe agroturizmit. Pra, me gjithë administratorin, me kryetarin e bashkisë që kam kontaktuar, po dhe me drejtuesin tuaj, me deputetin Menikon, mendoj që ora e Vitkuqit është, kam vajtur sot dhe kam parë dhe manastirin e Shën Pjetrit që është në Kodër, sot që në mëngjes bashkë me Arjanin, dhe me çmendurin që ka doktor Jovan Bashvaj që më ka bërë të dashurohem komplet me këtë zonë, edhe me historinë, pra erdha, si tha i, tek ai më shënoni dhe mua, që kemi para të teatri, jo të kooperativa, por të kooperativat që duhet të bëjnë bashkë sot Vitkuqarët, që kudo që janë në gjithë botën, atje dakord, edhe unë kam bërë emigracionin si shta administratori, kam punuar 5 vjetë në emigracion, por vjen një orë që ai kapital të akumulohet këtu. Atje mund të akumulosh sa të duash, por ndryshon historia e theti, më ka marrë malli për erën e bukës së mamas. Kështu që ne ato energji me ligjin që del, me mbështetjen që u jepet për ndërtimin e agroturizmeve, nuk ka pozicion kur kam vajt në Shtyllas dhe deri lart. Pra, me atë ablektorët, thash, o Zot lem të roj, pra nuk zvendësohet. Pra këtë pasuri, ne duhet ta menaxhojmë të gjithë bashkë, ne unë kam ardhur, të bëjmë pjesë e hallëve tuaj, por të hequr në një gurë që keni përpara, por ama duhet dhe dëshira dhe pasioni juaj, se këto nuk bën me mendje vetëm. Bën me pak sakrificë siç janë të gjitha. U zgjata pak shumë, gëzuar festën, pa që gëzimi dhe të gjitha familjet tuaj.